Prom, bedrehom zakish dalë në televizion kënë në emision, më keme në kalëzu njeve që aj për me është kryetari i PDK-s. O bedre, o pasha një zot na vetë vendosë se dimbre që na të besona që je kryetari i PDK-s. Ama problemi, ata të PDK-s nuk besojnë ty që je ti kryetari i PDK-s. Mos u mundo me na kalëzu neve që ti vendosë. Se na të besona, ama ata tut nuk besojnë që ato është problemi. Kër i shoh në komentet, krejt këta shka në PDK-s tojnë ashtë më tha që kryetari i PDK-s. Këtë smuje kanë njejtë edhe këta të LDK-s. Presidenti historik dhe ta kryetari Ibrahim Ergova është kryetari i LDK-s. Halaj që 20 vjet ka dek njeri ka hec, këta të LDK-s hala thojnë, ja, kryetari i LDK-s është Ibrahim Ergova. Ai ka hec aroni, sa është më kësaj pari. Nuk ki bedre nevoj me në kalëzu neve, se na të besojmë, na të vetë vendosës. Ama ata të PDK-s mrena, besa që asë njës beson që ti e kryetari. Se ata e din mirë, na se dim çka ka bënë mrena. Ama ata të PDK-s e din çka pozijet, çfarë pasulli pozijet ato mrena. E ma mirë kalëzoja atyne, se me në kalëzu neve. S'ki nevoj adin me dhonë qatë zërë, që ti e kryetari, ti vendos të janina. Se tani pëdel falës shumë, për shije që s'vendos hiq kur gjanti, edhe nëse kur t'jep qatë zërë, dije që ato dishka më shifet më roba. Po nëse, ke morë një post mirë për një muja, 2, e tani këqyrë me nëroj ma pet, e bim në tjetër kryetar, pësa nuk është problem, minim sujo, çdo 3 muj dit me nërru ka i kryetar. Jo, bre, LDK, PDK, 25 kryetari keni në rrute i stash.